Mbi 26.600 të maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të martë provimit të parë të maturës së shtetërore, atij për gjuhën e huaj. Provimi nisi në orën 10. Për 2 orë e 30 minuta maturantët testuan aftësitë e tyre. Për mbajturvajtjen e procesit u angazhuan rreth 2000 mësues në 144 qendra provimi, ndërkohë 70% e mjediseve të sallave të provimit monitorohen nga kamerat për të siguruar një proces administrimi sa më transparent. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzuesit për zhvillimin e provimeve, duke theksuar se gjatë testimit është rreptësisht ndaluar mbajtja e telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër që mund të lidhet me inteligjencën artificiale ose komunikimin elektronik. Po ashtu nuk lejohen kopjet, komunikimi mes nxënësve dhe përdorimi i materialeve të paautorizuara, ndërsa shkelja e rregullave mund të sjellë përjashtimin nga provimi. Pas provimit të gjuhës së huaj më 10 qershor maturantët do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, më pas më 18 qershor do të zhvillojnë provimin e matematikës, ndërsa më 24 qershor provimin e fundit, atë të lëndës me zgjedhje.